edhe njërë në transmetim të drejt për drejt të pjesës së dytë të ndeshjes Inter Vllaznia. 4-0 pjesa e parë, ndërkohë që Vllaznia ka nisur me ndryshime. Madril dhe Borçi, forcat e reja për të skuadrën e trajnerit Nikolin Leka, ndërkohë që tek Inter, Tomasevic dhe Buxheja në vend të Cizar dhe Vuller nga dy zëvendësime për secilën skuadër. Ja larguar pra shojmë këtë sud të Interit. Këmbgulja, ndërkohë pretendojnë dhe për faul lojtarët e Interit, topi për Runar Çdotir. Sërish kemi rivënjësori për Interit. Pra jemi në shifrat e rezultatit 4-0 për Interit. Edhe njërë Van Dijk, pasaj Begidoci. Liona kërkon pozicionin e goditjes, afrohet topi tek numri 7. Buxheja, kontrollor Rikaldi. Buxheja dhe Tomašević. Janë forcat e reja tek Interi, Borçi dhe Madril. Për Vllaznin është larguar Groves, sulmuesja e deklaruar e skuadrës së Nikolin Lekës në pjesë e parë, si dhe Borçi, ndërkohë që ka faul ndaj numrit 15 Madril. Pa plotësi të mbrojtjes së Interit, vjen me njëherë lojtari Zikaltër në kontrollin e topit, mundua Buxheja, Maltezja Buxheja dhe Malazezja Tomašević, që në këtë moment është në dy luftim me Dedën. Sërish Deda kërkon kombinimin me Begidocin, edhe njërë Deda. Niset Interi në këtë kundërsun. Nuk arrin ta kontrolloj topin Van Dijk, ishte dhe ndërhyrja e Vuksanit. Rojas ka marrë topin Tomašević. Largon edhe një tjetër mbrojtje shkodrane, Rojas dërohet ta çojë topin jashtë vijave kufizuese të fushës. Jemi në 4-0 për Interin pra. Liona kërkon edhe njëherë ato që bëri në pjesën e parë, teksa i shmangu të gjitha lojtarët e Vllaznisë, doli përballë portierës Rikaldi, mirë por nuk gjeti rrjetën. Bartoli në këtë rivënie vendësore, si Bartoli. Liona. Bartoli. Topi për numri 4, Plejdrup. Santi. Bartoli dhe njërë. Kërkohet Gliona. Shumë i fort pasivi për Detrujer. Rikaldi. I ka topin ndërduar, i kërkon të gjithë skuadrës së Vllaznisë të dalë përpara në sulm. Rikaldi. Nuk arrit të bëj dy pasive pas skuadrës shkodrane, megjithatë Detrujer. Rivënjësor përsëri për Interit.
Largimi prekja fundit ishe e Dedës. Bartoli. Ndërhyrja e Majvet. Majvet që në dy kohë largon topin Santi. Van Dijk. Pasaj Tomašević. Ishte në fakt Buxheja. Ndërhyrën Bartoli, rivën janësore është për Vllaznin. Majvet. Majvet edhe njerë. Merë topin përsëri Plejdrup, që e këthen të këportjerë Runar Zotir. Ivana Andres, Santi, Detrujer. Dërën mbrojtja, Miki Doçi në dy luftim me Bartolin. Do të marrë topin në Buxheja. Nivel janësor për Interi. Administron mirë dhe në këto momente avantazhi prej 4 golësh skuadra e trajnerit Giampiero Piovani. Bartoli. Edhe njërë tjetër Plejdrup Buxheja. Tomašević në krahun e majt. Tomašević dhe Roas përsëri Buxheja. Arë pa vëmendshme. Rivën janësor është për Vllaznin. Majvet me topin ndërtuar. Majvet. Topi përsëri për Detrujer, për gabon e pasim me jetë dhe Buxheja. Buxheja. Pasaj Gliona. Ndërhyrja e fundit e Roas, që mundohet të nxjerrë Vllaznin përpara, por e vonon pasimin. Ndërkohë që ka fituar këtë rivënje me duar. Roas. Robuselini, që ka fituar përsëri pra këtë rivënje me duar dhe me gjerë topi në këmbët e lojtarëve si kaltër. Ivana Andres, që jep drejtim topit dhe lojës së Interit. Nuk arrin Glionat, pasoj për lojtarët e tjera. Sërish rivënje janësore për Interi. Ndërkohë, ka një ndërprerje të lojës nga finlandezja Vorio, ka zëvendësim tek Interi pra, largohet Ivana Andres në minutën e 54 dhe në lojë do t'jetë neozelandezja Bowen. Zëvendësimi 3 tek Inter. Ruan forcat trajneri Giampiero Piovani. Ndeshja javës së dytë të kampionatit në Serie A për Interin do t'jetë përballë Parmës. Pra, përpara se të vinë në ndeshjen e kthimit me Vllaznin më 15 tetor, do të luajë me Parmën. Këtë sulm të Vllaznis, krejtësisht pa adresë. Mball topin mbrëllëvie kufizues të fushës të Runar Zotir. Deda që gabojnë atë pasim. Runar Zotir. Bartoli. Topi për Santit. Ndërkohë pretendon për faull numri 11 Van Dijk.
Ka vazhduar lojën finlandeze Vorio. Mbaj vetë. Mbaj vetë dhe Livën Jansori është për Interi. Bartoli. Kërkuj një pasim i shpejt i detrujer për blokohet nga mbrojtja Megi Doçi. Pasaj dhe Madril Rojas. Montenegro. Do të martovi në Renteria, por Livën Jansori për vazin. Ishtë përpikjet Vllaznia, mirë përmbyll të gjithë zonën e veprimit të Klaudia Borçit, Danezja Plejdrup. Shumë vështirësi largon rrezikun Interi. Bowen, Plejdrup. Përsëri Bowen. Santi. Santi kërkon një pikë pasimi. Bartoli. Bowen. Santi që ka marrë shëritin e kapitenit me largimin e hungarizës Cizar. Bowen në këtë dalje të shpejt. Plejdrup. Pasaj dhe një herë tjetër. Bowen. Plejdrup. Topin. Santi. Detrujer. Bartoli. Të lirë të gjithë zonën e veprimit të krahut e djathtë. Detrujer. Ndërhyer Rikaldi dhe vjen goli 5 për Interin. Nuk ka mundur Rikaldi ta largojë dhe është Buxheja autore e golit të Interit në minutën e 58. Buxheja që shtyn topin në rrjet. 5-0 për Interin. Pra, 5-0. E shohim edhe një herë. Ka ardhur në shtyllën e dytë Maltezja Buxheja. 5-0 për Interin. Bayraktari në minutën 14 autogol. Vullart në minutën 23 dhe 41. Detrujer në minutën 31 dhe Buxheja në minutën 58. 5-0 për Interin. Ishte topin nga qendra Vllaznia. Vetëm rivënje fundore. Është pritur shumë e më shumë dhe nga vetë interistët nga Megi Doçi. E njohin si lojtarën kryesor të Vllaznisë apo ajo që realizoi 3 gola në 2 përballje me Kolës Kovalivkën. Bartoli. Pasaj Detrujer dhe mbaj vetë Detrujer ka kryesuar mbi një herë. Livën Jansori për Interin. Bartoli. Detrujer. Bartoli dhe një herë. Nuk arrin topi të kaskush me gjithë Gliona. Robuserini. Santi. Gliona. Rrotullohet. Ishte Tomasevic. Përsëri Gliona në krahun e majt. Gliona ndërhyn në momentin e fundit të Rojas. Dalja në kundërshtim me Vllaznisë me Montenegro. Topi që shkon tek Doçi. Ndërhyrje dhe Bowen. Gliona. Tomasevic. Pastaj
Bowen. Santi. E më pas Plejdrup. Doçi dhe Bartoli. Detruier. Doçi. Ishte numri 33 të Bartoli, goditja shpejte, Van Dijk dhe përsëri jashtë, ndërkohë që kanë mbetur dubtuar për Charles Berektari. Pra goditja fluturin thje Van Dijk. Në fakt prega ishte Berektarit, kështu që jemi në goditje në 7 nga këndi të Interit, 7-1. Pra në flamurit këndit, Gliona në krahun e marrë të sulmit të Interit. Gliona. Goditja e numrit 33 Bartoli me kokë. Kalon rreziku për Vllaznin, Deda. Rrethohet nga 4 lojtarët e Interit. Buxheja. E mban gjatë topit, ka devijim nga shkodranet. Goditja 8 nga këndi për Inter. Pra ka shtyll të goditur nga Bartoli. Topi të Rikaldi, e pasigurt amerikane, me gjithatë në mbrojtjen e Berektarit në kohën e dytë, e mbërthen topin. 8-1 goditja e këndit. 5-0 shifrat e goleve. Dhe Interi që vazhdon të këmbgul. Detruier. Gabohet në mbrojtje. Majvet. Rivon jansorës për Interi. Bartoli. Pasaj Santi. Santi dhe në fundore. Tjetër goditje këndi për Interit. E 9. Pra në flamurit të këndit Plejdrup. Kujtojmë që në golin e parë, Plejdrup nga flamuri këndit e detyroi Berektarin të shënonte autogol në portën e Vllaznisë. Plejdrup. I rivoni fundore. U mundua përsëri Bartoli, ndërkohë tjetër zëvendësim. Jemi në zëvendësimin e 4 të Interit. Në minutën e 64 largohet Gliona dhe vjen në lojë Poli. Ndërkohë ne duhet kemi zëvendësim dhe për Vllaznin. Sis në fushën e lojës në vend të Renterias. Gjithnjë në minutën e 64. Pran golit të 6 Interi me Buxheja. Kemi goditje këndi për Interin e 10. Ndërkohë ka kërkuar ekzekutimin në rregull Vorja. Largon me shumë vërësishime mbrojtja shkodrane. Pasaj Poli, vetëm rivonje fundore. Kamera që fokusohet tek Poli. Kanë mbetur dhe 25 minuta dhe në përfundim të krejt takimit. 5-0 për Inter.
pa fuqishme për dalë në sulm në Vllaznia. Ka një faul të Bartolit në rrethin e bezit fushës, godi e dënimi për Vllaznin. Ndërhyrje ndaj Megi Doçit. Të paktën një lojë fair play, as një karton i verdh i dhënë nga finlandezja Vorjo. Ishte Deda, marrin topin interistët me Santi, pasaj Detrujër. Santi. Portierja Runar Zotir do ta vënë në lojë, ka qenë spektator në pjesë së dytë. Topi gjatë, dale shpejt në krahun e majtës, luhet sulmi i Interit. Buxheja blokohet si nga Bayraktari ashtu dhe nga Vuksani, kërkon një pozicion ashtu dhe ashtu ka vendosur Vorjo. Edhe njërë tjetër topin në rrethin e mesit fushës, pas rivënjës nga Rikaldi, ishe Detrujër, maj vetë. Deda. Luan topin në Rojas. Ndërhyrja e numri 16 Tomashevic ndaj Megi Doçit. Kemi goditje dënimi për Vllaznin në krahun e djathtë të sulmit. Megi Doçi. Pasi vi shkurtër i saj edhe njërë tjetër Megi Doçi. Rojas. Harkimi në zonë, ka dalë Runar Zotir e sigur të dalë e saj mu do të gjë për parë skuadrën. Mirë po. Vetëm rivënje ansore për Interit, mbrojtës e të Shkodrane, maj vetë që nuk e mbajti do të topin në lojë, mund të kishte ullur dhe të kishte luajtur, e të aqonte edhe njërë tjetër për para skuadrë, Bartoli. Pasaj Van Dijk, rivënje fundore. Pra Interi ka bërë 4 zëvendësime, Vllaznia 3 ka dhe 2 në dispozicion. Rikaldi. Rojas. Rojas dhe Tomashevic. Tjetër rivënje ansore, Bustelini. Pasaj Tomashevic. Santi. Tomashevic. Detrujër. Nuk arrin të mbaj topin në kontrol, Deda. Maj vetë. Bowen, mirë për nuk kuptohet me Bartolin, Doçi. Borçi, është më shpejt mbrojtja e Interit. Vjen Bowen për të larguar topin nga këmbët Dedës. Play drup dhe Bowen, apo play drup dhe Ivana Andres. 200 mbrojtjes që për asnjë çast nuk janë rrezikuar nga lojtarët e Shkodrane. Madje Ivana Andres i ka dhënë gjithmonë drejtim sulmit të Vllaznis. Sulmit të Interit. Montenegro. Rivënje ansore. Sigur nuk kuptohen me njëra tjetër lojtarët e Shkodrane. Në i ditë jo sot.
kanë qenë ndoshta të detyruar të dorëzohen përballë eksperiencës së madhe ndërkombëtare që ka Interi për lojtarët që aktivizon. E kemi theksuar dhe gjatë komentit lojtarët që kanë eksperiencë të luajturit në kampionatet botërore dhe kampionatet europiane me kombëtarët e tyre, jo vetëm të Italisë, vetëm Centurini që ndodhet të sulën në rezervë është lojtarja e vetme që përfshihet nga Interi në kombëtarin italiane. Pjesa tjetër është Juventus dhe Roma, Juventus që ka fituar me Benfica në Ligën e Kampioneve të martën 2001, ndërkohë që Roma është duke luajtur aktualisht me Real Madrid në Ligën e Kampioneve në barazimin 2-2. Ndërkohë, duhet të theksojmë që uomën Eurocup në këtë raund të dytë, Ditra Marti ishte edhe për gjyqtarën ndërkombëtare shqiptare Emanuela Rusa, e cila ka qenë në Göteborg të Suedis, aty ku ka arbitruar skuadrën vendese Haken. Haken dhe GKS Katowice, e ndihmuar nga Mirjeta Salla dhe Koleta Prenga dhe gjyqtare 4 Kesi Tafili. Luan edhe njërë topin skuadra Interit. Pejdrup. Dhe 18 minuta dhe në përfundim takimit. Dale shpejt dhe kraun e majt. Van Dijk blokohet në tentativën e saj, u përpoq më pas edhe numri 9 Poli dhe Buxheja. Poli në këtë devijim të topit në minutën e 73 dhe 6-0 për Inter. Në mungesë totale të vëmendjes mbrojtjes së vllaznisë. 6-0. Shënon dhe Poli. Minuta 73, e shohim edhe njërë. Pra 6-0, asë një shansë për vllaznin. Barektar në minutën 14 autogol, Vular në minutën 23 dhe 41, Detrurier në minutën 31, Buxheja në minutën 58 dhe Poli në minutën 73. 6-0. Llogaritur dhe golin anulluar të Bartolit në minutën e 4, janë 7 pra të pësuar në portën shkodrane. Ndërkohë, zëvendësimi i fundit tek Inter, largohet Van Dijk dhe në lojë Consolini. Zëvendësimi i fundit tek Inter në minutën 74. Sërish këngull Interi, duke sikur nuk ngopet në gola. Ka rënë entuziazmi, ka rënë vrulli i këtij takimi. Consolini në qendër të mbrojtjes tani më. Buxheja. Rivënie fundore. 6-0, një rezultat i rëndë. Dhe në ndeshjen e kthimit do duhet një vllazni të jetë ndryshe për te këtij rezultati të paktën të lërë një shenjë në këtë raund të dytë të Eurocup pas javën në Loro Boriçi. Deda Montenegro
Majvet Rojas. E largon Bowen. Jetë edhe një tjetër Renteria. Ndërhyn pasaj Konsolini. Lojën në zonat të ngushta Interi duke sikur e rrezikon vetë lojën. Gjea, faul, këtë dënimi për Interin. Ndërhyja numri 26 Rojas. Kamera që fokusohet tek Nikolin Deda. Owen. Owen. Bartoli. Ka i ikur topin nga kontrolli. Kërkon në falje Bartoli. Doçi ka nga pas Santit. Përsi Deda dhe Bowen. Doçi. Deda. Teza Deda, por ndërhyn me një herë numri 3 Bowen. Asaj dhe numri 4 Plejdrup. Runar Zotir. Plejdrup. Bartoli. Santi. Bowen. Plejdrup. Tomashevic. Bartoli përsëri me topin në zotrim. Bartoli që i drejtohet zonës. Topi për drejturier. Pozicion jashtëloje e numri 20 të Interit. Dhe 12 minuta dhe në përfundim të takimit. Kjo është ndeshja e tretë që vjen në transmetim të drejt për drejt në rrjetin e radio televizionit shqiptar në Women Eurocup. Ndërkohë, përsa i përket kampionatit të vajzave në javën e parë të këtij edicioni, erdhi në transmetim të drejt për drejt nga stadiumi Roza Gjiu Dushnja të Huta 010. Të paktën këto janë takime që futbolli i vajzave në Shqipëri, jo vetëm Vllaznia, por të gjitha skuadrat kanë se çfarë mësojnë nga përvoja dhe niveli që paraqet Interi në fushën e lojës. Kemi rëvënie anësore për Zikaltrat. Ndërkohë, dy zëvendësimet e fundit tek Vllaznia. Pra, largohet Majvet e në lojë Leba në minutën 79. Ndërkohë është larguar Montenegro dhe në lojë Berisha, dy zëvendësimet e fundit. Edhe një tjetër. Tomashevic blokohet. Pra. Rivani ansori për Interin. Dërëzën topin. Me njërë skuadra shkodrare. Runar Zotir. Santi. Edhe njërë Santi e vendosur aty për para mbrojtjes. Konsolini. Përsëri Santi. Edhe pse në zonat të vështira të rrezikshme, pasimet janë të cakta të lojtarëve të Interit. E gjen me njëherë njëra tjetër në pozicione.
Buxheja. Buxheja edhe njerë. Buxheja ndërhyrja e numrit 5 të Vllaznis Bayraktarit. Buxheja. Topi në zonë, Poli ishte numri 4 Playdrup që gjuajti me kokë dhe topi që unë ngeci në shtyllën e majt pingullit të portës së Vllaznis. Doçi. 9 minutat e fundit. Deda. Përsëri Megi Doçi. Deda. Do të gjenë kombinimin me njëra tjetër. E vështirë. Leba. Përsëri Leba. Deda. Megi Doçi. Shvendos lojën në krahun e djathtë. Mirë, po për pak sa nuk ka përfituar Poli nga i kthimi të gabuar i topit tek portierja Rikaldi. Poli. Më pas Santi. Santi dhe pretendon për faull, kanë mbar topin lojtarët e Vllaznis, nisën në këtë kundërshtim të shpejt. Deda. Topi tek Megi Doçi. Edhe njërë tjetër Borçi. Mundohet të marrë Megi Doçi. Vjen Leba, përsëri Megi Doçi. Deda. Vetëm vrifën një fundor. Ndërkohë ka mbetur dëmtuar kapitenja e Vllaznis Megi Doçi në zonën e rrepsisë Interit. Goditja e Dedës është e treta që ekzekuton Vllaznia nga distanca për të realizuar në portën e Interit, ndërkohë pa edhe nga regjia dhe përsëritjen e goditjes së shtyllës nga Playdrup. Santi. Bowen. Përsëri Playdrup. Dalje shpejt në sub, kërkon topin Buxheja. Buxheja, por drejtën në duart e Rikaldit. Nuk arrin pra të kombinojnë me njëra tjetër Poli dhe Buxheja. Buxheja. Tash është thjesht një shtyrje e minutave. Ndërprerje loje nuk ka patur vetëm për shkak të zëvendësimeve. Një goditje dënimi tashmë për Interin, shkakton faull Rojas në ndërhyrjen ndaj Polit. Goditje dënimi. Playdrup pranë topit. Në krahun e majtë të sulmit të Interit. Playdrup. Playdrup, goditje me kokë, trau i portës, shman golin e 7 të Interit. Goditja e Santit me kokë dhe trau i portës që i vjen në ndihmë Vllaznis, është hera e tretë që shtyllat vinë në ndihmë për Vllaznin. Në pjesë e parë në ndërhyrje të Renterias në gjujtjen e Rob Bustelinit, e më pas tani Santi dhe përpara saj Playdrup
që tashmë është në flamurin e këndit në ekzekutimin e goditjes së 11 nga këndi për Interin. Largon mbrojtja. E drup 5 minuta të fundit të takimit. E Bartoli në këtë rivën lëndësore. Tomashevic. Leba. Edhe njërë Bartoli. Bartoli dhe përsëri Trao Poli dhe goli 7. Goli 7 në topin e kthyer nga Trao, gjen goli në 7 Poli. Gol i saj në minutën 86. Poli, ekipin e numrit 29 të Vllaznisë. Gjithsesi është autosia është e saja 7-0. Edhe njërë Barektari në minutën e 14 autogol, Vullar në minutën e 23 dhe 41, Detroyer në minutën e 31, Buxhe në minutën e 58, Poli në minutën 73 dhe 86 dhe 7-0. Runar Zotir. Sfatat më të rënda të viteve të fundit për Vllaznin. Deda. Deda në krahun e Majt. Deda dhe Bartoli. Deda në këtë harkim vetëm rivënjë fundore. Pra, i drejtohemi fundit të lojës. Edhe një tjetër këngul Interi. Për play drup. Humbjet më thella në historinë e pjesëmarrjes në Kupat e Europës për Vllaznin është 5-0 me Gintra Universitas apo me SFR 2000. E kështu dhe 5-0 me Paris Saint-Germain dhe 5-1 me Real Madrid. Pra 7-0 është ndër ato disfata që kalon të gjitha parashikimet e disfatave që ka patur Vllaznia. Juventus në 2021-2022 është mundur 0-2 dhe 0-1. Ndërkohë që në grup, kur ishte në Champions League në 2022 nga Chelsea 0-4 e 0. 0-1. Nga Paris Saint-Germain 0-4 dhe 0-5, nga Real Madrid 0-2 dhe 1-5. Ndërkohë jemi në minutën e fundit, do të presim dhe akordimin e kohës shtesë. Ndërkohë duhet të bëjmë një korrigjim, sepse disfata më e thellë
është ndaj Chelsea në Londër 8-0, ndërkohë kjo e Interit është 7-0 pra një gol më pak. Gjithsesi, hyn tek ato rezultate të thella që nuk jep shpresë për asgjë, thjesht në ndeshjen e kthimit do duhet të jetë një tjetër vllazëri, ndërkohë është dhënë 1 minutë shtesë. Arkivi, goditja 12 nga këndi për Interit. Poli dhe për paksa nuk ka gjetur golin e 8 Interi. Pra 12-1 goditja e këndit, 7-0 shifrat e rezultatit. Dhe gjithçka që flet për Interit në një ndeshje krejtësisht të dominuar, edhe në pjesën e dytë, teksa janë bërë 5 zëvendësime, ja tek vjen vërshëllima e fundit e finlandezës Vorio, 7-0 për Inter. Kujtojmë me dhjetë autor të goleve, Bayraktari në minutën e 14, autogol Vular në minutën e 23 dhe 41, Detroyer në minutën e 31, Buxheja në minutën e 58, Poli në minutën e 73 dhe 86. Një paraqitje shkëngjyese e vllazërisë mund dhe duhet kishte bërë më tepër. Nuk të vinë shpesh këto raste për të luajtur përballë Interit më me dinjitet. Gjithsesi, ka çfarë mësojnë nga kjo përballje me Interin, me shumë lojtarë që kanë eksperiencë, siç e thamë, në kampionatet europiane dhe kampionatet botërore. Një ndeshje e kthimit pas një jave që do duhet t'japi një paraqitje tjetër të vllazërisë, të paktën për t'u larguar me dinjitet nga Women Eurocup. Përfundon këtu transmetimi ynë. Miru dëgjofshim në transmetimet e ardhshme. Fischia da cielo ta scesa. Kapër së që... Con il numero 27, Henrietta! Con il numero 31, Tessa! E con il numero 33, Elisa! Ariatore, Giampiero! A disposizione l'applauso, Piazza Bello Bello, Mario Tomasovic, Guardi, Skug, Milinkovic, Consolini. Sepe! E solo! Forza! Mirëdita të nderuar televizionistë të radio televizionit shqiptar, jemi drejt për drejti nga Konami Youth Development, një qendër servitore në Milano në kujtim të mallit Faketi, në një ndeshje luksi për vllazninë e futbollit femrave dhe për futbollin shqiptar në tërësi të vajzave. Inter vllaznia në raundin e dytë të Women Eurocup. Është vllaznia ajo që në këto vitet e fundit ka sjell një sër emërsh të mëdhenj të futbollit europian dhe botëror, që nga Juventus, Paris Saint-Germain, Chelsea, Real Madrid dhe tani më dhe Interi. Interi që vjen pasi ka eliminuar Hibernian në raundin e parë të Women Eurocup 4-1 dhe 1-0, ndërkohë që vllaznia ka eliminuar Kolës Kovalivkan me 2 ndeshje në Loro Buriçi 2-1 dhe 2-0. Në plan të parë shohim trajnerin e skuadrës së vllaznisë Nikolin Deka. Shpejt unë do t'ju njoh me formacionet të dy skuadrave. Një Inter i trajnerit Gianpietro Piovani, që luan me skemën taktike 3-4-2-1, duke filluar nga portierja islandeze Runar Zdotir, pasaj Bartoli, Ivana Andres, Kejdruk, në mesfush kapitenja hungareze Cizar, Santi, Detruje, Ropostellini,
Liona dhe Vuller në mbështetje të sulmuesës së deklaruar Van Dijk. Përgjigjet Vllaznia me 4-2-3-1 duke filluar me portierin Rikaldi, pastaj Majvet, Vuksani, Bayraktari dhe Rojas, përpara tyre Stërkalç, Deda, Doçi, Montenegro dhe Renteria në mbështetje të sulmuesës Groves. Drejton ndeshjen një katërshe arbitrash nga Finlanda. Lota Vuorio kryesore, Heini Hivonen dhe Taru Tiensu, asistente të saj dhe gjyqtare 4, Ifeoma Kulmala. Ndërkohë, në storin e rezervave për Interin do t'jenë dy portierët Piazza dhe Beli, pastaj Bowen, Buxheja, Poli, Merlo, Tomasevic, Tomaseli, Skouk, Milinkovic dhe Konsolini. Kurse për Vllaznin ne ishton më të kufizuar. Ndërkohë përthen topin portieria e Vllaznis Rikaldi. Pra në storin e rezervave për Vllaznin do t'jenë Wilson, Leba, Berisha, Borçi, Badril, Ndoci, Qis dhe Mesa. Luan topin skuadra e Interi që vjen nga fitoria e ndeshjes parë në kampionatin e Serie A. 5-0 ndaj Ternanës. Dhe është një skuadër që është themeluar në 2018, pra një skuadër 7 vjeçare. Kombinimet e lojtarëve të Interit largon dhe një herë tjetër skuadra Shkodranë në një mision të vështirë. Ishte numri 19 Grofs. Deda. Doçi në krahun e Majt. Pastaj Montenegro, Renteria, ka gabuar në pasimin e saj edhe një herë mundohet ta marrë topin Renteria. Detyrohet ta kthejnë në pravavi topin në skuadra Zikalte. Kujtojmë që në futbollin e djemve, për herë të parë dhe të fundit, një skuadër shqiptare që është ndeshur me Interin është Egnatia me 13 gush 2023 pikërisht në Milano, 4-2 për Interin. Emisori Luksi në plan të parë është Van Dijk. Interi me një shumicë lojtarësh të cilat vinë nga kombe të ndryshme të Europës, por që kanë qenë pjesëmarrëse në kampionatin evropian të këtij viti që u zhvillua në Zvicër dhe që erdhi drejt për drejt në rrjetin e radio televizionit shqiptar me atë fitore të Anglisë ndaj Spanjës. Ndërkohë jemi në goditjen e parë nga këndi për Interin në krahun e djathtë të sulmit Zikalte. Hakimi në zonë dhe goli i parë. Vjen goli i parë, por ka pozicion jashtëluaj, thot Vuorio. Pozicion jashtëluaj dhe shpëton Vllaznia pikërisht në minutën e 4 nga psimi i golit. E shohim edhe një herë nga përsëritja çfarë ka ndodhur. Hakimi nga e djathta dhe goditja e numrit 33 Bartoli pra në pozicion e jashtëluaj, anullohet goli i Bartolit. Do duhet të jenë më të vëmendshme lojtarët të Shkodranës në përvavi. Interi është themeluar si skuadër në 2018. Në 2018-2019 ishte kampione e Series B. Mori pjesë dhe në Champions League si vjet, teksa u mund nga norvegjezët e Brann 2-1 dhe fitoi me Valur të Islandës 4-1 duke siguruar vendin e tretë në grup, sikurse Vllaznia që u mund nga Dinamo e Minsku 2-1 dhe fitoi me Racingun e Luksemburgut 3-1. Edhe një herë tjetër luajnë topin lojtarët e Interit. Detroyer, lojtari përfaqësues së Belgjikës. Pastaj Pejdrup, Andres,
në topin e thellësi, por ka një shtyre, pretendohet edhe për faull në zonën e rrepësisë së Vllaznisë, pikërisht numri 18 Gliona. Gjyqtarja finlandeze Ugorio që i kërkon që të jetë më vëmendshme dhe të mos e kërkoj faullin atje ku s'është. Atë dy luftim. Mban topin brenda vjen vizvuese Van Dijk. Vjen pasaj dhe Gliona. Pedrup. Andres, me shumë përvojë në kombëtarin e Spanjës, topi në krahun e djathtë të sulmit Interit edhe një herë Andres. Më pas numër 6 Santi. Vetë edhe një herë në qendër të mbrojtjes, Pedrup dhe Ivana Andres që ka topin në zotrim. Shohim se çfarë do të ndodhë, po bllokohet me një herë sulmi i Interit. Nuk arrin Grofs ta mbaj topin në lojë dhe një herë tjetër rivënjësore për Interit. Kamera fokusohet tek Megi Doçi. Numër 31 Vullard. Tjetër ndërhyrje Majvet, rival janësore për Interi që i afrohet zonës rrepësisë së Vllaznisë. 8 minuta lojë, 0-0, kemi një gol të anulluar të Bartolit në minutën e 4 për pozicion jashtë loje. Vullard. Rish kontrollojnë topin në lojtarët e trajit Giampiero Piovani. Robustellini. Ivana Andres. Pedrup. Kombinohet me numrin 20 Detruier. Të rrëshohet me forca të shumta në mbrojtje Vllaznia Detruier. Robustellini, edhe një herë numri 20 i Interit. Detruier. Kjo goditje. Ndërhyn Majvet. Rivonje anësore për Vllaznin, prekja fundit e lojtarëve të Interit. Pra e shohim edhe një herë pozicioni jashtëluaj të Bartolit në këtë goditje me kokë. Ndërkohë topi i duart ka probleme pra me topin. Shmarr gjithçka nga gjyqtarja e katërt. Kulmala. Majvet. Vjen me njërë në kontrolin e topit lojtarët e Inter. Robustellini. Ivana Andres. Pasimi shkurtër. Edhe një Robustellini. Kërkoj pasimin vertikal me mundohet të nisë kundër sulmin në Vllaznia, por bllokohet gjithçka nga Santi. Kontrollojnë shkodranë Deda. Megi Doçi. Përsëri Deda. Megi Doçi, por shumë i fort pasimi i Dedës. Livën janësore ka edhe për Interi Bartoli. Pastaj numri 27 Cizar. Paktën në këto minuta me përshim të rastit të golit anulluar të Bartolit. Nuk është Interi ai kundërshtari i frikshëm që mund të jetë për Vllaznin. Gjithçka mund të ndodhë. Ja dhe ky kundërshtim i shpejt Van Dijk dhe pastaj numri 18 Gliona kontrollon Ricaldi.
Pas një javë të dyja skuadrat të timë ballë për ballë njëra tjetrës në Lorë Buriqi në ora 18. Një tjetër transmetim ekskluziv të rrjetit të radio televizionit shqiptar. Faul, këtë dënimi për Interit, ndërhyrja e Montenegros ndaj Detrojër është konsideruar faul nga finlandezja Vorjo. Kërëm këngurje në lojtarëve të Inter, Robusellini, pastaj dhe play drup e Matej, numri 31, Vullart, largon lojtarët e Vllaznisë Ivan Jancore, ndërhyrja fundit ishte e Dedës, vazhdon të udhëzojë lojtarët e tij trajneri Nikolin Lega. Prej vitësh në krye të Vllaznisë, e cila është 12 herë fituese e titullit kampion. Tjetër Ivan Jancore për Zikaltra. Vullart. Pastaj Robusellini. Van Dijk. Van Dijk, por nuk kuptohet me numrin 20 Detrojër, Santi dhe Doçi, Bartoli. Kërkojnë faul lojtarët e drejtuesit e Vllaznisë në një sanduiç të Doçit mes lojtarëve të Interit 2-1. Ka vazhduar lojën Vorjo. Pedro. Cizar. Ivan Andres. Edhe njërë në kraule djathë. Kombinime pasive të ngushta të shkurtra të lojtarëve të Interit që nuk kanë sjellë befasit tek Vllaznia. Vllaznia që kanë mbritur ditën e martë në Milano. Ka kryer servitin në fundin në këtë qendër servitore. Santi. Pastaj dhe Cizar. Kontrollon topin kapiteni i Interit. Ivan Andres kërkon të ndihmojë sulmin Van Dijk. Van Dijk dhe goditja këndi e dyta për Interi. Ndërhyrja fundit ishte numri të 6 të Vllaznisë Stërkallç. Pranë flamurit këndit Plejdrup. Rumbull lojtarësh për para portierës Rikaldi, Plejdrup, drejtë nga dhe autogoli Shkodranëve me përshkrimin e parë duke sikur është numri 5 Bayraktari. Dhe ajo është autoria e autogolit për Vllaznin. Krahasimi drejtën në porti Plejdrup dhe Bayraktari që nuk arrin të largojë rrezikun. Shkakton autogol Bayraktari. 2-0 në minutën e 14. Pra, autogoli Bayraktarit, Arbiona Bayraktarit, dhe 1-0 për Interit. Anullimi i golit i Bartolit e autogoli i Bayraktarit. Ndërkohë që Vllaznia vazhdon të mbrohet me forca të shumta. Santi. Nuk arrin topi tek Detrojër, me vështirësi ka mbajtur vend brenda vijave kufizuese të fushës. Ivan Andres, një mbështetëse shumë e mirë e sulmit. Plejdrup. Topi për numrin 31 Vullart. Santi. Edhe njëherë Ivan Andres. Kërkon një pasim defensiv për Vullart që me kokë ka
lëshuar sferën në zonën e rrepsisë së shkodranëve. Largojnë topin, Livon Jansori për Interi. Robuselini, Santi, Vullard, Ivan Anders, pasaj Bartoli, edhe njerë Ivan Anders, Lejdrup, Robuselini, ka të gjitha hapësirë detrujer për të harkuar nga e majta, mirë po topi kalon të gjithë pasurinë në zonës, edhe njerë kërkull Interi, largon mbrojtja, sërish detrujer, në kombinimin me Robuselinin, detrujer, por përsëri kontrollohet nga Cizar, që e ka shvendosur lojën në krahun e djathtë Bartoli. Goditje këndi, ishë në fakt numër 18, Gliona, goditja 3 nga këndi për Interi. Tre më zërë goditje këndit, 2-0 shifrat e goleve, dhe afrohet pranë flamurit këndit edhe njërë Lejdrup, që detyroi baraktarin të shkaktonte autogol në minutën e 14. Lejdrup, Tovilart, Livon Jansori për Vllaznin, ka arritur Montenegro të mbyll Van Dijkun. Rojas, Gross, një për ndërhyrë Robuselini edhe një tjetër Rojas. Robuselini me forca ka rëndyrë topin me fushorja e Interit, por kjo mundësi kundërsulmi Megidoci ka përballë Lejdrup. Megidoci në këtë goditje në ECS për jashtë kuadratit të portës së mbrojtur nga Runard Zotir. Jep shkëndia në sulmin e shkodranit Megidoci, ndërkohë që ka mbështetje nga tifozët e Vllaznisë apo nga shqiptarë që ndodhen në Milano për skuadrën kuqi blu të vajzave. Runard Zotir, Ivan Anders, Lejdrup, Santi, kthe topi edhe një herë tek qendërmbrojtësja spanjolle. Ivan Anders, Lejdrup, topi në ofensiv për Vullard. Vullard, por shumë i fort pasimi dhe vetëm rritve një fundore. Por kam topi brenda vjeve fushës kontrollohet nga Rikaldi. Vullard, lojtare e kombëtarës Belgjikës. Detrujer dhe Vullard, pjesëmarrëse me Belgjikën në kampionatin evropian të Zvicrës 2-27 korrik 2025. Ndërkohë që ndodhet në solin e rezervave lojtare e kombëtarës së Zelandës së Re, Bowen, e cila ishte pjesëmarrëse në kampionatin botror të 2023-shit, që erdhi drejt për drejt në rrjetet e radio televizionit shqiptar. Edhe njërë Deda në këtë goditje jashtë. Pra golit Vllaznia në minutën e 20, provon edhe njërë Deda nga distanca, dha sinjali Megidoci, vazhdon Deda dhe Vllaznia që po zgjohet. Midis dy lojtarëve ka guxuar Deda në një largësi për rreth 20 metrash, Luna Zotir. Dalja shpejt e Bartolit. Dy luftimi mbyll mbaj vetë dhe Livon Jansori për Interi që mbetet në zonën e rrepsisë skuadrës shkodrane. Bartoli. Pastaj Van Dijk, edhe një herë Bartoli në këtë harkim.
Nga thonë një tjetër lojtarët e vllaznisur pasaj Robustellini. Nis gjithçka nga pravavia me Plejdrup. Afrohet Detrujer. Plejdrup. Ivan Andres. Përsëri Plejdrup. Robustellini. Roa se largon rrezikun. Mundohet Groves ta mbaj topin në lojë. Rivonja është për Indej Robustellini. Santi. Ivan Andres. Bartoli në krahun e djathtë. Cizar. Kërkon goditjen, por tentoi të pasonte pas shpinës edhe një herë Bartoli. Nuk shkon topi për Leonën, jemi në rivënie fundore për vllaznin. Ricaldi. Van Dijk I ka shmangur Gliona. Ishte Gliona në pozicion edhe një tjetër Santi. Gliona për pak që nuk shënoi golin e dytë. U krijoi të gjithë hapësirën vetë duke shmangur njëra pas tjetrës lojtarët e vllaznisë. Ivan Andres. Plejdrup. Përsëri Plejdrup. Gliona mundohet Montenegro dhe ja ka marrë topin me forcë. Pretendon dhe për faull Gliona. Cizar. Pastaj Van Dijk. Vuller dhe 2-0 për Inter. 2-0 në minuta e 23 shënon Vuller. Minuta e 23 rëndohet edhe më shumë situata për vllaznin. 2-0 shënon Vuller. E shohim edhe një herë Vuller pas shpinës së mbrojtjes së vllaznisë. Van Dijk që shërbet e Vuller që shënon. 2-0 pra. Bayraktar në minutën e 14 autogol, Vuller në minutën e 23 për të kujtuar dhe goli I Bartolit I anulluar në minutën e 4 dhe gjithçka që flet në këto 23 minuta për Inter. Situatë e vështirë por kampionët në fuqi. Faul Inter. Janë vetëm 2 momente nga distanca me Megi Docin dhe Detën. Teresa Detën. Gëti dënimi për vllaznin. Pranë topit Vuksani. Vuksani. Ja merr Gliona. Dhe në kundërshut të shpejt Interi. Kërkon topin Van Dijk. Robustellini shkëputur, ndërhyn Roas për t'i marrë topin holandezës. Roas. Montenegro, ndërhyn Cizar dhe Van Dijk. Kontrollon Ricaldi. Vuksani. Ivana Andres përpara Groves. Nga krahu djathtë I Interit dhe godit e këndi. Godit e këndi e 4 për Interit. Van Dijk.
Afrohet edhe një herë tjetër Plejdrup, 4-0 goditjet e këndit. Plejdrup. Kërkoj zonë e vogël të portierës Rikaldi, Plejdrup. Kamera që fokusohet keq. Edhe një herë tjetër Plejdrup. Do të dalin kundër shumë Vllaznia. Mirë po vendoset mirë Pravavia e Interit. Van Dijk në fund. E nuk arrit shëlloj pasaj Cizar. Komplikojnë situatën vetë lojtarët e interesanti. Vullert, ndërhyrja e Montenegros dhe jemi në goditjen e 5 nga këndi për Interin. Vërtepër se goditja e këndi është rivënjënësore, kështu që jemi në 4-0 goditja e këndit, 2-0 shifrat e goleve. Bayraktar në minutën e 14 autogol dhe Vullert në minutën e 23. Detrujer, arkimi në zonë, Rikaldi që largon dhe shumë vështërsive. Cizar, vjen me njëherë në zotrim të topit të lojtarët e Interit. Ivana Andres, Robustellini në këtë goditje, siguron Rikaldi e kemi goditje këndi. Shpëton pësimin e golit të tretë Rikaldi në atë fluturim. Goditja 5 nga këndi për Interit. E shojmë me njërë tjetër nga përsëritja goditje në Robustellini dhe fluturimin e Rikaldit. Mban në lojë Rikaldi Vllaznin. Liona pranë flamurit këndit. Jona, topi në zonë, tjetër këtë goditje këndi e 6 për Interit. Vazhdo të mbetet në zonë e rrepsisë së Vllaznis, skuadra Zikaltër. Afrohet edhe një herë Plejdrup. Plejdrup. Arkimi nuk arrin Ivana Andres, rigori fundore për Vllaznin. Që lirohet kështu nga momenti i vështirë ku ishte dhe ku ndodhej. Mbeti me gjithëlirë shifra 2-0 për Interin, ndërsa kanë mbetur dhe 16 minuta deri në përfundim të pjesës së parë. Goditja me kokë e Ivana Andres. Rikaldi. Topin me njëherë skuadra e Interit Detrujer. Nisë nga Ivana Andres më pas. Bartoli. Përsëri Ivana Andres. Topi që kthehet tek portier Runar Zdotir. Plejdrup. Robustellini në kombinimin me Santin. Merr topin Montenegro. Vajvet në pasimin e Stërkallç, Deda dhe Bartoli, Megidoci, Renteria, Montenegro. Nuk kuptohet në pjesën tjetër të skuadrës, Megidoci. Renteria në dy luftim me Robustellini. Shpete Detrujer. Disët me njerë Vullert, Gliona. Vullert. Torë gurit e dytë, pasaj dhe Detrujer, blokon Rikaldi.
Edhe një herë tjetër afrohet rrezikshëm pranë golit të tretë Interi në minutën e 31 me Detruyër. Santi. Van Anders, edhe një herë Belgia. Goli i tretë që mban firmën e Detruyër në minutën e 31. Shënon Detruyër dhe 3-0 për Interin. Pra, shojmë edhe një herë devijimin e Detruyër dhe 3-0. Do para këtari në minutën e 14 autogol, Vullert në minutën e 23 dhe Detruyër në minutën e 30, 3-0 për Interin, mbyllën llogaritë e ndeshjes që në pjesën e parë. Tashmë do duhet Vllaznia të paktën të mos tërmohet në rezultat. Doçi. Ndërhyrja e Bartoli të rivën janësore për Vllaznin. Gjithatë, këto dy ballavaqime me Interin për të çdo rezultati do të jenë një eksperiencë më shumë për Vllaznin, e cila në kampionat ka luajtur vetëm ndeshjen e parë me Atletik Klub. Ka shtyrë ndeshjen me Partizanin në javën e dytë për shkak të impenjimeve me Interin. Të gjatë për Belgien Detruyër ndërhyn Roas, rival janësore për Interin. Kjo është ndeshja e 5 ndërkombëtare në rreth 3 muaj. 2 në Champions League, 2 në Eurocup. Me gjithë një për Vllaznin. Santi. Mban rëmbën topin Rojas. Ivan Anders. Pastaj Bartoli. Gjithçka në kontroll skuadra e Interit. Deda. Gliona. Santi, përsëri Gliona. Edhe një herë Detruyër. Detruyër në këtë goditje. Shumë e gabuar, shumë metra mbi traunë e portës së mbrojtur nga Rikaldi. Jemi në rivënje fundore për Vllaznin. Detruyër. Rikaldi. Santi fiton dy luftimin ajror. Topi për Van Dijk, por shumë i fortë kontrollon amerikania e portës së Vllaznis. Rikaldi. Topi të Grovse, pasaj Rinteria, por e dorëzon me njëherë topin Vllaznia. Tejdrup. Tutje tek Ivan Anders. Tejdrup. Detruyër. Santi. Përsëri Ivan Anders, edhe një herë tjetër Tejdrup.
Gabon e pasivin e saj, mirë por nuk e mban do topin maj vetë. E pasaj detyrohet ta largojë jashtë vijave kufizuese të fushës për të shmangur rrezikun që po vinte nga Gliona. Lojtarët e Vllaznisë që tashmë janë ngritur në nxemje. Bartoli, Santi përsëri Bartoli, edhe një herë Santi. Gliona, Santi, Robuselini në këtë goditje dhe trau i portës që shpëton Vllaznin. Këmbgul edhe një herë tjetër Vulert, pati edhe një ndërhyrje të Ricaldit. Vulert që duke sigur e tërheq skuadrën kundërshtare pas shpinës së vet nga zona. Bartoli, Cizar. Topi për Robuselini. Van Dijk blokohet Van Dijk nga Bayraktari. Renteria. E pasaj gabon Santi. Edhe një herë tjetër Bayraktari ka një pozicion jashtëruaj të Van Dijk. Një dorë ngritur i gjyqtarit finlandeze Vorio. E shohim edhe një herë momentin e Van Dijk dhe ndërhyrjen e Bayraktarit. Edhe goditja traut e Robuselinit me ndërhyrjen e Ricaldit. Bartoli. Pedro. Detrujer. Tjetër vertikalizim dhe kontrollor Ricaldi. Janë disa momente që lojtarët e Interit kërkojnë të gjinë dhe të vënë në pozicion në shërimi Van Dijkun, e cila deri më tani nuk ka arritur ta çojë topin në rrjet. Me atë objektiv që kanë lojtarët si të kaltër. Renteria. Më pas edhe Grofs. Vetëm rivënje fundore, ishte mbi Giduci, pra vetëm rivënje fundore për Interin. Vazhdojnë tifozët e Vllaznisë të inkurajojnë skuadrën, edhe pse është në dizavantazh të 3 goleve. Pedro. Santi. Ivan Andres. Topi gjatë për Glionën. Tjetër pozicioni jashtëruaj. Do duhet jetë i tretë ose i katërti për lojtarët e Interit, duke nisur që nga Bartoli tek shënimi i golit në minutën e 4 dhe tek momentet e Van Dijk apo dhe të Glionës. Ka vërë që fokusohet tek holandezja. Bayraktari. Montenegro. Nga bolla pasimin e saj, detrujer që e kthen tek portierja, Runar Zëtir thuaj se spektatorët dhe asnjëherë shqetësuar nga lojtarët shkodrare. Bartoli. Ligon jelësore për Interin. Ndërkohë që Deda pretendoi që prekja fundit ka qenë e Bartolit. Ivan Anders. Pedro. Sërish Ivan Anders. Gliona. Bartoli që nuk e mban dot topin në lojë. Jemi në 5 minutat e fundit të pjesës së parë, gjithnjë 3-0 për Inter. Pretendon për faul skuadra e Vllaznisë.
Me gjithë të dorëzon topin Van Dijk dhe tashmë gjithçka zotrohet nga Vuksani. Që kërkon pasimin e gjatë për Grofs. Ndërhyri Ivan Anders. Bartoli. Ka shqetësimin e Dedës. Leona pasaj Detruier. Edhe njërë numri 20 i Interit. Detruier për numri 18 Gliona. Gliona dhe kjo goli 5 i goli 4 i Vuler në minutën 41. Një marrje dhe një dhënje dhe Vuler që realizon 2 golshin e saj në minutën 41. 4-0 për Interit. Edhe njërë autorët e goleve, Bayraktar në minutën 14 autogol, Vuler në minutën 23 dhe 21 dhe Detruier në minutën 31 dhe një fitore deri më tani tërësisht me ngjyra belge për Inter. Vuler dhe Detruier. Topi përsëri nga qendra Vllaznia. Pakto nuk ka patur asnjë lloj ndërprerje në pjesën e parë, kështu që kohë shtesë në fundin e kësaj pjese do të jetë eliminuar. Santi. Bartoli. Ivan Anders. Leidrup. Leona. Santi. Kombinojnë mes njëra tjetrës lojtarët e Interit, pasive të sakta, të shkurtra dhe gjithmonë në dalja në zonat lira, veprimi e pasaj finalizimi. Cizar. Bartoli. Kërkon në këtë duel shpejtësie, por largon Bayraktari. Riveniansori për Inter. Santi. Pretendohet për faull, ka vazhduar lojën finlandezja Vorio. Stërkallsh. Renteria. Rojas, në krahun e djallë të sulmit të Vllaznisë, pastaj Deda. Deda dhe vjen goditja e parë nga këndi për Vllaznin. Pra, jemi në 6-1 goditja e këndit, 4-0 shifrat e golave për Inter. Deda, topi lartë në zonë, ka dalë Runar Zdotir. Përpije ta nisë me shpejtësi, ka faull nga lojtarët e Vllaznisë në zonën e rreptësisë së Interit, ndaj portieres islandeze. Edhe kjo një pjesëmarrëse në kampionatin evropian të Zvicrës. Robuselini. Detruier. E ka lëshuar shumë topin, me gjithë të vijet në zotrim. Detruier dhe Renteria. Në topin Montenegro, ndorsa sulmi i fundit pritet vetëm vëshëllima Vorios për të përfunduar pjesën e parë. Deda. Ndërhyn Gliona, riveniansor për Vllaznin. Bajvet. Asaj Grofs. Vje këtu vëshëllima e fundit e Vorios, 4-0 për Interin, edhe njëra autorët e golave,
Bayraktari në minutën e 14 autogol, Vular në minutën e 23 dhe 41, Detroyer në minutën e 31, një gol i anulluar i Bartolit në minutën e 4, apo goditja traut nga Robu Selini dhe rastet të tjera të Interit Vllaznia kufizohet në vetëm 2 gjuajtje nga distanca të Miki Doçit edhe Tereza Detës që përfunduan jashtë skuadratit të forcës së Runar Zdotir e pashqetësuar për në 45 minuta asnjëherë nga Vllaznia. Përfundoi këtu pjesa e parë, do të jemi në një pushim të shkurtër dhe përsëri në transmetim të pjesës së dytë Inter Vllaznia.